Pra miq, ndodhemi në qytetin e Elbasan, në kryeqytetin e ditës së verës. Sot shënon data 14 mars dhe festohet dita e verës, një fest pagane që ruhet me qindra vjet edhe sot. Sot atmosfera është pak si shumë festive, më shumë se festive, është fantastike. Na dhan këta të Vodafonit një çantë ekologjike. S'dolën pa gjetë, domethënë, nuk dolën pa gjetë. Pra miq, tani në këtë video do të vizitojmë Panai, do të vizitojmë sheshi, ka një sër aktivitetesh që po zhvillohen aty në shesh dhe do shkojmë së bashku. Ndiqmeni. Ka ardhur e gjithë Shqipëria. Verore tradicionale ku janë të zbukuruar edhe me xhingla mingla të tjera. Edhe cula instrument tradicional që ndodhet në zonën e Libratit dhe të Tivrës, dhe daullja ose lodra. Që qëndron krenare tu me mira vjet midis nesh. Për pak do të shkojmë në Panajir. Dhe verore tradicionale që po blije. Këtu kemi mjalë të bio dhe skulptura të vogla me dyll. Do lejnë të shikosh dylla. Objekte të tjera artesanale. Interesante këtu. Një objekt. Promovohen dhe këto tapet tradicional. Elbasani e ruan traditën. Mjaft bukur, mjaft qartë. Dhe kostume tradicionale. Shikojeni miq, kostume tradicionale elbasanse. Se si visheshin të parë. Sot këtë traditë sa po vjen dhe po humbet. Bukurie papa. Ushka tradicional. Nëse doni të blini qilime
kontakti. Klima tradicional. Gjëra të tjera. Sani dita ruaj shumë mirë traditë. Edhe kolegë. Janë në top channel. Ne jemi si jemi media. Shumë gjëra interesante. Po, jemi në tek Veroria. Tek Veroria. Gjë tjetër pse. Panajir tepër i veçantë. A Endri, ruhet tradita në Elbasan, E vërtet. Kaq, mjafton. Dy llafë çaj në vend. Që se kemi të blini, aty keni të kontakt. Druri. Dite druri, pjata druri. Ky është Elbasani i ditës së verës, që promovon fort dhe fuqishëm traditën që na ndjek me mira vjet si shqiptar autokton në këto troje. Shumë kanë ardhur për të na pushtuar, por asnjë nuk ja ka dalë. Dhe pse një duhet të drejtoj që e pikë shqiptar është jashtë, prapë kemi shtetin tonë. Këtë të verore, e mbyllim video. I pafshim miq.